Nderuari përfaqësues i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, zotin Exhat Shahini, drejtor në Qendrën Rajonale të Trashëgimisë Kulturore, kryetari i Komunës së Kaçanikut, zoti Besim Ilazi, përfaqësues të institucioneve kulturore e arsimore, mësimdhënës, punonjës të shëndetësisë, studiues artist, drejtues të shoqatash, antar ansamblesh, përfaqësues të mediave, miq të trashëgimisë nga të gjitha shtresat e shoqërisë dhe ju të pranishëm nga të gjitha trevat shqiptare. Mirë se erdhët në Kaçanikun e historisë, në qytetin e qendresës dhe krenarisë kombëtare. Kaçaniku është qytet ku burrët flasin, ku rrjedhat e historisë kanë shkruar epitetin deri. Qyteti ku u hartua kushtetuta e Republikës së Kosovës, këtu u përplasën perandori, por nuk u përkul kur shpirti shqiptar. Sot kemi ardhur këtu me rritin e lashtë të paraardhësve tanë, për të ndesur flakën e karnevaleve ilire, një manifestim kulturor e shpirtëror që ka mbjetuar shekujve dhe kushtimeve, për të na kujtuar kush jemi, nga vim dhe pse duhet të mbetemi bashkë. Sot Kaçaniku bëhet skenë e një feste të lavdishme, karnevalet ilire, trashëgimi e gjallë, mi vjeçarit tonë, të dashur të pranishëm, në emër të shoqatës kulturore karnevalet ilire, nga Katundi Vozovc, komune e Tetovës, në emër të këshillit organizativ dhe në emërin tim personal, shpreh falënderim të përzemërt ndaj Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit për përkrahjen dhe financimin e këtij manifestimi. Komunën e Kaçanikut për mikpritjen e ngrohtë dhe bashkëpunimin institucional. Juve të gjithë të pranishmëve që me pranin tuaj nderoni kulturën, trashëgimin, identitetin ton kombëtar. Të dashur të pranishëm, karnevalet ilire janë një manifestim i lashtë, që lidh lashtësinë me të tashmen që na çon tek rronjët tona ilire për të shkundur plurin e haresës. Në maskat e karnevaleve nuk fshihet fytyra, zbulohet shpirti i shqiptarëve, gëzimi, rezistenca e vërteta e historisë. Karnevalet ilire janë dëshmi e fuqisë shpirtërore, që së shua kur, që mbjetoi në thellësi të marrësisë së sharit të Tetovës, në Katundet, Vozovc, Veshall, Brotec, Vic, Selc, Shqipovic, Lisec, Gajra e Mëgjerë, duke dëshmuar se trashëgimia jonë kulturore nuk u shter asnjëherë. Kiriti vjetër që në vise të ndryshme mban emra të ndryshëm, Basalica në marsinë e Sharit, Gogolet në Opoj, Plagzat në Vrin, Llazaret në jug të Shqipërisë, është i njëjti zoj i lashtësisë që nuk theret të mos harojmë rrënjët. Këto maska simbolizojnë humorin, solidaritetin, sakrificën dhe bashkëpunimin, vlerat e trashëgimisë sonë, të rënjosura në jetën e familjeve patriarkale dhe të pranishme në natën e kanas, në dasma, si edhe në festimet tona tradicionale. Po aq sa këto vlera na bashkon edhe gjua shqipe, siç thoshte Sami Prashri, gjua është shpirti i kombit dhe kush e do kombin do ta doj gjuhën. Na bashkon flamuri ynë, kuqezi, që flet pa fjalë, na bashkojnë zakonet, kënga, vallet, gëzimi dhe kujtesa e përbashkët. Askush nuk mban mend fillimin e karnevaleve ilire, por ata janë kremtuar pas brezi në Vozovc dhe Katundet për rreth e Mëgjerë. Tradita u ndërprer në 1981 për shkak të ndalimeve politike, por kultura nuk shuhet. Në vitin 2009, me vullnet dhe dashuri për trashëgimin ton, i ringjallëm karnevalet dhe i rikthiem në skenë duke i shndruar sërish në festë të popullit. Këtë vit shënuam edicionin e 17 në Republikën e Maqedonisë, kurse në Republikën e Kosovës jemi në vitin e 3 të mbajtjes së tyre. Më 20 mars 2022 në Prishtinë, sheshin Skënderbeu, 18 qershor 2022 Soarek, 27 shtator 2024 Prizren, kompleksi i lidhjes së Prizrenit dhe Shadërvan. Sot, më 30 nëntor 2025, Kaçanik, sheshi i qytetit. Edicionet e mbajtura në qytete të ndryshme dëshmojnë se karnevalet nuk janë thjesht një traditë e ringjallur, por një trashëgimi e gjallë, që vazhdon të zgjerojë kufit e saj kulturor, e që bashkon kombin ton shqiptar.
shpirtërisht dhe në identitet. Ky rrugëtim i nisur vazhdon edhe sot me të njëjtën dashuri për kulturën dhe identitetin tonë miravjeçar. Ky aktivitet lidhet edhe me festat e nëntorit. 22 nëntorin dita e alfabetit të gjuhës shqipe, 28 nëntorin ditën e flamurit të pavarësisë së Shqipërisë. Gëzuar 22 nëntorin dhe 28 nëntorin, por ju të pranishëm, por shqiptarët e të gjithë trojve tona dhe diasporë. Dashur të pranishëm, karnevalet nuk janë vetëm festë, ato janë mësim për breza, njohja e rrënjve, ruajtja e identitetit, kujtesa e historisë. Si thoshte Pajkonica, kombi mbahet gjallë jo vetëm me pushë, por me penë, me kulturë, me gjuhë dhe me krenarinë. Karnevalet i lire janë flaka e kujtesës, që nuk shuhet kur, drita e traditës që ndriçon brezat, ura që lidh trojë shqiptare pa kufi. Kur maskat dalin në rrugë, dalin shpirtat e brezave në ne, ata që kanë kënduar, punuar, luftuar dhe ruajtur dinjitetin tonë. Janë maskat që nuk mbatin frikë, por gëzim. Edhe në këtë manifestim, krahas traditës së lashtë kemi përfshirë të lejisjen e nuseve, një zakon që deri në fund të shekullit 20 shënon të gëzimin e nusërisë. E kemi bërë këtë që ky zakon të mos tretet në harres, por të jetoj si pjesë e kulturës dhe trashëgimisë tonë shpirtërore. Ky aktivitet që lidhet ngushtë me mesazhin Shtyllat e kombit, që vjen nga Kërçaniku si një thirrje e fuqishme për ruajtjen e Nderuar të praneshëm, i nderuar profesor Meshat që ke marrë mundin
për një organizim të tillë në qytetin historik të Kaçanikut, një qytet që vërtet mund ta quajmë edhe qytet legjendar, andaj të nderuar zyrtar të nivelit lokal, përfaqësues të shoqatrave të ndryshme, kam kënaqësinë sot që në këtë ditë nëntore, në brenda festave të nëntorit që i kemi, edhe këtë karneval po organizojmë karnevalet ilire në qytetin e Kaçanikut. Kam kënaqësinë të jem pranë jush, përpara jush me një fjalërasi në emër të Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Shportit, për të shënuar bashkërisht edicionin e 17 në të gjitha viset kombëtare nga do që janë ato, ndërsa të tretin në Republikën e Kosovës, një fest e vjetër ilire që daton nga periudha pagone, ndërsa në viset tona ky karneval është mbajtur rregullisht që nga viti 2009 nga shoqata kulturore Karnevalet Ilire. Ky manifestim është pjesë e traditës sot të lashtë, mijavjeçare dhe bëhet pjesë e kalendarit e të festave të Matmutit, si një festë pagone që lidhet me ciklin e natyrës. Organizimi i tij i përvjetshëm, që nga data 25 dhjetorit deri me 14 mars, ku kjo që simbolizon dobimin e së keqes, largimin e dimrit dhe ardhen e pranverës, stinës së pjellorisë, gjallërisë dhe begatisë. Karnevalet ilire nuk cënojnë asnjë religjion dhe asnjë përkatësi etnike, përkundrazi ato bashkojnë komunitetin rreth një trashëgimie të përbashkët. Qëllimi i këtij manifestimi është të dëshmojë lashtësinë tonë dhe faktin se jemi populli autokton. Moskat e karnevaleve janë një pasuri e veçantë simbolike. Ato përfaqësojnë humorin, sakrificën, solidaritetin dhe bashkëpunimin. Vlera këto të trashëgimisë kulturore të rrënjosura në jetën e familjeve tona. Këto elemente i gjejnë në festat të ndryshme, në organizime, qoftë tasma, qoftë fejesa apo edhe hengjet e tjera të organizuara familjare. Në festat e tilla asnjëherë nuk do të mungohet përkraja e Ministrisë Kulturës, e cila për herë të tretë mbështet këtë aktivitet kulturor si pasuri kulturore për të përçuar mesazh tek gjeneratat e reja për ta parë rrugën se nga kemi ardhur. Kjo vazhdimsi përkrahasë dëshmon rëndësinë e ruajtjes së promovimit të trashëgimisë kulturore dhe shpirtërore. Me këtë rast falenderoj të gjithë ekipin e Këshillit Organizativ që kanë marrë mundin të organizojnë një festival të tillë për ta lënë trashëgimi tek brezat e ri. Urime Kaçanik, miru të kofshim në edicionet e radhës.